Fshati i Gorozhupi i Hasit të Prizrenit, i vendosur në pikën kufitare mes Kosovës dhe Shqipërisë, edhe pse për rreth 5 dekada para viteve 90-ta, ishte një fshat i ndaluar, sot është shndruar në një pikë bashkuese, jo vetëm mes dy vendeve, por edhe mes familjeve. Me hapjen e kufive, shumë vajza nga fshatrat Domaj, Pusti Thatë dhe Kishaj të Hasit të Shqipërisë janë martuar në Gorozhup dhe Planej të Hasit të Kosovës, fshatrat që ndollen jo më larg se 2 kilometra nga njëri tjetri. Lejme Tanaj, banore e fshatit të Gorozhup, tregon se dy nuset e familjes së saj janë nga Hasi i Shqipërisë. Tash him dalëm, kemi bë me qasi, i kam dy nuse për Shqipni, une, këta kushit i kanë dy, që to është një, kemi nuse plot. Do me thamë, mbas luftës janë rrit marrëdhënie, do me thani, vetëm shoqëror, por edhe me martesa. Po, me martesa me ketë. Me hinë dalje, me qasi, njëfsi, shoqe, kretë. Duke folur për të kaluar, 71 vjeçara kujton se rreth 28 persona nga Hasi i Shqipërisë mbetën në fshatrat e Hasit të Kosovës pas vendosjes së kufirit të hekurt mes Jugosllavisë dhe Shqipërisë në vitin 1948, të cilët krijuan edhe familjet e tyre. Atje ka pas shumë, unë kur kom zonë nusën teme në fill mas lufte, e kemi pas një plakë, dishka unë se u preka se keq që zuna nusën në Shqipni, aja tha që, se di tha unë e plaka, tha jenë 28 vita, tha për Planej në Gorozhup, tha jenë për Shqipnizve, që atje kur më shelë kufini, ma nuk kemi mujtë me dalë, ato kanë me të kënaj. Ajo rrëfen se nga mbyllja e kufirit deri në vitin 1989, banorët e fshatrave të kufitare të Hasit në të dyja anët kanë marrë ujë në krojën e Gorozhupit nën praninë e pjesëtarëve të ushtrisë jugoslave dhe asaj shqiptare. Atje nuk kemi folë në vetis, ato ka pas kufin të kroni. Atje s'kemi gudzuna me folë me ta heq, vese mi paqështë. Ata nëjna këne kanë nejtë oshtria në kombë, ka na dhe ka ata. S'kemi mujtë në me folë, vë që të shkemi pa më sy. Kanë, kur gjën heq një trasit druën sheshin që shtonë, qatë druën në gudzëshën për ushtrive me hek, me shku me magare të kroni. Dhe ku vinke ora me qelë. Vinke ushtare qelë këtë druën shkeshëm mushëm. Ata nëjna këne me folë s'kemi gudzu veç, me këqyra që shtonë dhe me këqyra bashkë që shtonë me këtë kryet s'kemi gudzu. E tash mas luftë po tash o liru. Që shtonë me folë në me thonë tash unë ty me thonë kish dek filoni, sa ata në hek nër veti kish dek filoni, kish bo darsën filoni, që kënë folë nër veti kimi ninak, ne ata kënë një, ne, a mo me folë ju. Me folë nuk kemi gudzut, ka ne të shtari që aty të kryet, dekur kemi ush. Në atë kohë, në të njëjtin vend ndodheshin dy kroje uji të pishëm, njëri për banorët e fshatrave të Hasit të Shqipërisë dhe tjetri për banorët e Hasit të Prizrenit, që ishte nën pushtetin jugosllav. Për shkak të mungesës së ujit të pishëm, Hasi është quajtur edhe Hasi i Thatë, ndaj banorët e këtyre fshatrave kanë qenë të detyruar të bartin ujë me bucela për nevojat e përditshme. Pas luftës së Kosovës, ky krua u pagëzua me emrin Kroji i Lotit, pasi aty janë derdhur shumë lot nga familjarët që për dekada kishin mbetur të ndarë, pa ditur asgjë për njëri tjetrin. Fshati i Gorozhupi Prizrenit shënon edhe fundin e kufirit Kosovë-Shqipëri, aty ku ngrihet madhështor mali Pashtrikut, dëshmitar i ndarjeve por edhe i ribashkimit të njerëzve të Hasit, tashmë edhe me rrugën e re të asfaltuar Gorozhup-Bogaj.